dhe mirëserdhë të nderuara zonja dhe zotrin. Kam mjaftuar disa tekste të publikuara në një blog që më janë marrë nga historia dhe gjeografia klasës së 9 të 12 nga tekstet shqiptare për të provokuar një debat tjetër për tekstet në Shqipëri dhe në Greqi. Në fakt, pak kohë më parë edhe Ministria e Arsimit gjatë një vizite në Athinë, pas informacionet të ardhur nga Ministria Shqiptare e Arsimit, ka rënë dakord për ngritjen e një komisioni përbashkët që të rishikojë tekstet. Për çfarë tekstes është fjalë dhe për më tepër si është praktika ndërkombëtare, si janë zgjidhur këto probleme në vende të tjera, sidomos kur bëhet fjalë edhe për një problem që në fakt është adresuar një herë në 2004 kur është ngritur një komision, por nuk dihet fati i atij komisionit. Në panel më pas do të kemi dhe një të ftuar e cila ka qenë pjesë e këtij komisioni që do të rishikonte tekstet. Ja një paragraf nga nga gjeografia e klasës së 9, faqet 134-135, ku i referohet çamërisë për cilën pala greke ka pretendime. Ndiqeni dhe më pas ju prezantoj edhe panelin. Çamëria shtrihet gjatë brigjeve lindore të detit Jon, nga lumi i Plavës dhe lugina e Butrintit në veri deri në gjirin e Artës në jug, ndërsa në lindje shtrihet deri në luginën e lumit të Artës dhe gropën e madhe të Janinës. Sipërfaqja e saj është rreth 2500 km2, nga të cilat rreth 500 km2 janë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe pjesa tjetër në territorin e Greqisë. Qysh në aneksimet e para të Çamërisë në vitet 80 të shekullit të 19 e deri pas luftës së dytë botërore nga shteti grek, mbi popullsinë shqiptare është ushtruar vazhdimisht genocid, spastrim etnik dhe trysni për asimilimin e saj. Janë të njohura spastrimet etnike të viteve 1918, 1919, 1923, 1926, 1944, 1945, kur me dhunë u detyruan mirat shqiptar të lënë vatrat e tyre dhe të emigrojnë në Turqi, Shqipëri e gjetë. Edhe një tjetër material përpara se t'ju prezantoj panelin për trevat shqiptare në Republikën e Greqisë. Është gjeografia e klasës së 12, faqja 8 dhe 9. Trevat shqiptare në Republikën e Greqisë shtrihen në veriperëndim të Greqisë. Ato janë Çamëria, Konica, Kosturi, Follorina. Kanë relev malor, popullim të pakët dhe janë treva bujqësore. Trevat shqiptare gjenden pothuajse të baraslarguara midis Ekuadorit dhe Polit të Veriut. Shtrihen në brigjet lindore të detit Adriatik dhe Tivari në Gadishullin e Karaburunit dhe në brigjet lindore të detit Jon nga Karaburuni në gjirin e Artës. Paneli me cilin do diskutoj këtë çështje sonte, profesor të respektuar, por edhe pjesë të debatit që e kanë ndjekur do ta shohim nga dy anët, dhe nga pala greke, por edhe nga pala shqiptare, që ka interes të bëjë këtë debat. Ndiqeni. Pollumb Xhufi, historian i angazhuar në ngritjen e shqetësimit ndaj nacionalizmit grek dhe të historiografisë nacionaliste greke, ka bindjen se politika dhe historiografia e shtetit fqinj ka bërë gjithçka për t'i paraqitur si greke, jo vetëm territoret, por edhe figurat e shquara shqiptare. Edhe kërkesën për rishikimin e teksteve shkollore konsideron presion të politikës mbi shkencën dhe historinë. Thoma Miço, politikan, ish deputet në vitet 1992-1996 i Partisë së Bashkimit për të Drejtat e Njerëzit. Rishikimin e teksteve shkollore dhe pastrimin e tyre nga përmbajtja nacionaliste e quan një domosdoshmëri. Shprehet se përzaktimet të tilla ngren pyetje nëse Shqipëria ka pretendime territoriale ndaj fqinjve. Valentina Duka, historiane, përgjegjëse e Departamentit të Historisë në Universitetin e Tiranës, mban gradën doktore shkencave me temën Qytetet e Shqipërisë në vitet 1912-1924. Në vitin 2004 ka qenë antare e komisionit të ekspertëve i ngritur për rishikimin e teksteve shkollore të historisë, pas pretendimit të palës greke se helmoheshin marrëdhënie të dypalëshe. Ardit Bido, gazetar, studiues, antar i kryesisë së Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Shkrimet e tij dhe studimet doktorale janë përqendruar në marrëdhëniet shqiptaro-greke. Kërkesën e deputetëve të Parlamentit grek për heqjen e referencave irredentiste të librave të gjeografisë apo ato të historisë e konsideron absurde nga përmbajtja. Arjan Lame, eksperti së drejtës ndërkombëtare, mban gradën doktor dhe është pedagog në Universitetin Bedër. Kërkesën për korrigjimin dhe shmangjen e çdo akti propagande në librat shkollor e konsideron një çështje prestigjit të Greqisë. Shprehet se në të drejtën ndërkombëtare është e paprecedent një kërkesë e tillë. Faleminderit që ndodheni sonte, profesor Xhufi, do ta nis me ju të parin. Është kërkesë e re, kërkesë e vjetër, e pranueshme, duhet ta kishim adresuar me kohë. Cili është qëndrimi juaj? Kjo është një rishfaqje, një kërkesë e vjetër, që në vitet 2004-2005 mos gaboj, nga pala greke, për të parë në frymën edhe të kartës evropiane drejtave të njerëzit, edhe në bazë të rezolutave të Këshillit të Europës dhe të Bashkimit Evropian, për të parë në mënyrë të dyanshme apo jo tekstet shkollore të vendeve përkatëse. U krijua një komision atëre për cilin të jem i sinqert, nuk u mor vesh gjë se çfarë bëri dhe me çfarë konkluzionesh doli.
Unë pata rastin të shoh disa tekste të arsimit para universitar grek që kishin ardhur pikërisht Ministrinë e Arsimit për tu parë, që ishin pjesë, thuash, ati vizionimi që do i bëj gjithë teksteve shqiptare dhe greke, dhe realisht aty gjeta kishte probleme të mëdhaja dhe besova që do kishte një ecuri kjo punë, apo jo, do dilej me konkluzion, praktikisht kjo histori me sa duket u shua dhe kemi një rilançim i cili bëhet merr shkaz nga deklarata në parlament të 2 deputetëve të djathtë grek, me sa mora vesh, të cilët shkaktuan këtu, pati një rezonancë të jashtëzakonshme. Unë nuk e prisja që se në parlament mund të ndodhë diçka. Dikush mund të shpall dhe luftë në një çmendur. Qoftë këtu, qoftë aty, nuk them në Greqi, po edhe këtu te ne. Por problemi është që këto gjëra duhen bërë me seriozitet. U nis si me seriozitet ajo. Herën e parë, pati një vullnet politik, pati një, dhe ju lanë në dorë, me sa di unë, historianëve, apo e që ta shifni këtë gjë, por s'pati në rezultat. Çfarë ndodhi zonja Duka? Keni qenë antare këtij komisioni? Po, para se të shkoj ke komisioni, do japi opinionin tim, ashtu si kundre mendoj, në raport me deklaratat e politikanëve grek në parlament. E para njerë kategorikisht jam kundër, vetëm për politikanët grek, për politikanët shqiptar, në qoftë nga tribuna e parlamentit, do të japin urdhra për të hequr tokë fjalshe apo për të pastruar tekstet. Jo se politika nuk duhet të kenë ndjeshmëri ndaj teksteve, por kurse si nuk mund të përdor asnjë lloj politikan dhe me të shohim që ndodh ndoshta vetëm në politikën ballkanike, asnjë politikan nuk mund të përdor tribunat politike për të urdhëruar tekstshkruesit si të përgatisin tekstet e historisë. Tekstet e historisë janë të shenjta, ato i përgatisin specialistët, jo vetëm kene, por edhe në Greqi, dhe nëse ato do të përgatiten sipas deklaratave apo urdhrave politike, ato do të jenë vetëm manuale zyrtare politike që nuk do t'i shërbejnë edukimit të brezit të ri, as këtu dhe as në Shqipëri. Jam shumë dakord që të ngrihen komisione për të riparë tekstet, sepse mendoj që tekstet si në Shqipëri, në Greqi, në të gjithë vendet e Ballkanit, madje edhe më gjerë, nuk është vetëm fenomen ballkanik, fenomen evropian, fenomen global, janë të mbushura, kush më shumë e kush më pak, me shprehje nihilizmi, urrejtjesh për fqinjin, me tjetërsim të historisë në raport me fqinjin e tjerë. Por, ka eksperiencë europiane shumë të rëndësishme të cilat ne mund t'i marrim bazë në qoftë se do të vendosim që të krijojmë komisione dhe të rishikojmë këto probleme që unë thash. Okej. Te tema çfarë ndodhi në 2004? Në vitin 2004, me vendim të qeverisë, u krijua një komision, unë do flas për komisionin shqiptar, pjesë e cilës unë isha, dhe që nga pala shqiptare e drejtonte zoti Ceka, i cili sigurisht është marrë me politik, por është një historian shumë i mirë që ka botime përsa i përket historisë së lashtë të Shqipërisë. Ja pjesë unë, zonja Ana Lalaj, me sa di duhet ishte dhe zoti Shaban Sinani, por që nuk erdi, nuk ishte pjesë e vizitës tonë në Greqi, dhe një kolege respektuar nga Ministria e Arsimit, një mësuese historisë ka punuar, zonja Fatmiroshe Xhamali. Kemi qenë, më kujtohet, ndoshta në 2004, orë në qershor, Korik, sepse ishte një vapet mërshme në Athinë, dhe kemi bërë një takim me atë që konsiderua dhe ekipi grek që do të merrej me çështjet e rishikimit. Sigurisht nga pala greke, ekipin e drejtonte një diplomat i shquar grek, një ish ambasador, se që i vjetër në moshë, që dalë në pension, që njifte çështjet e Ballkanit, por që ashtu si dhe një pjesa jonë që ishim historian, po jo të gjithë ishim marrë me shkrim në teksteve të nivelit para universitar, nuk ishte marrë me shkrim në teksteve. Pjesa tjetër e ekipit, me sa më kujtohet se u bën 10 vjet tani, ishin jo historian profesionistë të atachuar pranë grupeve për artimin e teksteve, por në pjesë më të madhe burokratë, Ministrisë së Arsimit dhe të Ministrisë së Jashtme. Takimi ishte një takim interesant, që sigurisht të dy palët ram dakord që të merresh me çështjet e rishikimit të teksteve në raport me stereotipet e shumta që ato kanë, dhe u bisedua që pasi të njihnin të dy palët tekstet e njëri tjetrit, të takoheshim në Tiranë. Me sa më kujtohet, Ministria e Arsimit... Ju i njohët tekstet e palës greke ndërkohë? Tani, tekstet e palës greke erdhën dhe në Shqipëri. Dhe
nuk di si është niveli sot i teksteve. Po sigurisht tekstet greke të viteve 2000, që kam pasur fatin të shoh jo të Ministrisë të Arsimit, por dhe në debatet ballkanike që ka zhvilluar shoqëria civile, kanë qenë të mbushura me stereotipe, me shprehje urrejtje ndaj fqinjit, me tjetërsime të historisë etj. Por këto në konkretisht nuk i prekën. Do unë mendoj Nuk i preket gjatë bisedimeve, fare, nuk ishim pjesë të atij komisioni dhe sikur. Vetëm u diskutua në Parim, u bën 2 panele, këto një mëngjes një mbasdite, që të 2 palët si Shqipëria dhe Greqia ishim dakord që të punonim drejt përmirësimit për të përgatitur tekste të cilat të kontribonin pajtimit dhe paqes dhe jo nxitjes apo përsëri luftë nxitjes në Ballkan. U diskutua vetëm në Parim. Po do them duke u nisur nga kjo eksperiencë, çka dëgjova atje dhe çka nuk u zhvillua më tutje, dhe duke u nisur nga eksperienca europiane, mendoj që nëse komisionet do t'i krijojë dhe t'i drejtojë politika, komisionet nuk funksionojnë. Historia në Ballkan ka ndjeshmëri të lartë, nga e cila politika gjithmonë ose futundët, thotë që... Po pala greke, kuj do ja kërkoj? Nuk do ja kërkoj përfaqësuesit qeverisë në Tiranë, besoj. Kuj do ja kërkoj? Absolutisht. Apo duhet funksionojnë me akademitë? E para njerë ka 2 gjëra të ndryshme përsa i përket mënyrës se si prodhohen tekstet të 2 vendet. Dhe në rast të parë, ashtu si kundër ka ndodhur me marrëveshjen franko-gjermane, që është një marrëveshje me rezatim global dhe shumë e rëndësishme, politika e mbështeti kërkesën e rinisë franko-gjermane për t'i parë tekstet, por ndërkohë qëndroi lart kompozimit të komisioneve. Komisionet e ekspertëve i kompozuan shtëpi të botuse, të cilat janë përgjegjëse për prodhimin dhe distribucionin e teksteve. Po të shohim Greqinë, deri tani, Greqia, ndryshe nga ne, ku reforma e Altertekstit ka 10 vjet që ka funksionuar, Greqia nuk e ka zbatuar reformën e Altertekstit dhe nga pikpamja ligjore, në Greqi kemi një tekst unik dhe përgjegjës për prodhimin dhe distribucionin e tij është Ministria e Arsimit. Kene është e kundërta dhe përderisa që në radhë të parë politika duhet të diskutojë anën ligjore dhe po su rregullua ana ligjore, kurse si ekspertët nuk mund të diskutojnë në zgjidhjen e problemeve, sepse janë 2 gjëra që nuk funksionojnë. Ta shpërndajmë pak debatin. Zoti Miço. Pretendimin e palës greke, çfarë ka ndodhur, a janë rishikuar tekstet nga pala greke përsa takon pjesës Shqipërisë dhe çfarë është kjo iniciativë e re, meqense nuk është realizuar që në 2004? Dgjoj, shkak vërtet është bërë deklarata e disa deputetëve në Parlamentin grek edhe një eurodeputetin në Komisionin Evropian, po. E kemi në fakt, nëse më ndihmon dhe regjia. Por me sa folën dhe parafolësit, kjo është histori e cila ka filluar vitën parë. Ja, ta lexojmë pak, shqiptarët i quajnë në tekstet e tyre mësimore qytetet greke të Prevezës, Igumenicës, Pargës dhe Kosturit si shqiptare. Tekstet në një vend kandidat për Bashkimin Evropian si Shqipëria përmbajnë me shumicë referenca irredentiste. Manolo Kefalogianis. Manolis, po, nga Nea Demokracia. Pra, nevoja e rishikimit të teksteve, sidomos e pastrimin nga stereotipe që thanë dhe parafolësit, ishte që si nevojë më përpara. Pra, është një zhvillim. Pra, ose pasoj një zhvillimi i marrëdhënieve, ka të bëjë me standardet e UNESCO-s, ka të bëjë me traktatin e miqësisë, ka të bëjë me të qenurit Shqipëria një vend kandidat për antarësimin në Bashkimin Evropian, dhe patjetër ka të bëjë edhe me marrëveshjet që bëjnë në nivel ndërshtetëror dhe bashkëpunim që kanë Ministria e Arsimit të Shqipërisë me Ministrin e Arsimit të Greqisë. Pra, u la që të rishikohet edhe një ringritje e komisioneve. Pala shqiptare, me sa jemi informuar, e ka ngritur komisionin. Pala greke është duke... Në kuptimi ka ngritur komisionin me gjithë përbërje? Apo sepse ne nuk e kemi një informacion tillë nga Ministria e Arsimit? Komisioni me përbërje emrash jo, por me titull. Jo është kryetari, është zëvendës Ministri i Arsimit, dhe pason këshilltar, pastaj nga formacionet e tjera drejtorit e Ministrisë së Arsimit. Pra me ekspertë edhe politika, si shta zonja Duka, është e përfshirë brenda. Edhe unë jam dakord që politika do të rijash, pavarësisht në Shqipëri, politika çuditërisht është pak më progresiste krahasimisht me botën akademike, historike dhe shoqërinë civile, ndodhet në Shqipëri kjo, dhe unë nga ky këndvështrim përgëzoj qeverinë që e ka risjellë dhe një herë këtë temë, se është një temë e cila jo se imponohet nga dikush, por është mirë që në marrëdhënien ndërshtetërore kur ekziston një traktat miqësie, tekstet e 2 vendeve, sidomos tekstet shkollore, se këtu për historinë mund të flasim shumë gjatë, por do përqendrohemi, do fokusohemi te tekstet shkollore. Teksti shkollor
adresohet të një moshe caktuar, të një klasë caktuar dhe është tekst i cili inkuadrohet në një sistem arsimor, në një program arsimor që miraton nga Ministria e Arsimit. Dhe ka të bëj sigurisht me informacioni që jep të rinjve shqiptarë, nxënësve të shkollës, edukimin e tyre, formimin e tyre, të ndërgjegjes kombëtare dhe patjetër të vlerave që ka bashkë ekzistenca paqësore, harmonia, paqja, liria, demokracia, të cilat pas viteve 90 e kanë të domosdoshme tekstet shqiptare dhe të gjithë tekstet e Evropës lindore, që të mos merren më me demagogji të formimit të njeriu të ri me tipare marksiste-leniniste, por patjetër të vlerave që ka... Palën shqiptare si të zgjidhë problemet e veta. Pala greke, Pala çfarë greke pretendimi ka ka? 2-3 vjet që e ka bërë këtë vetë. Çfarë ka bërë? E ka bërë pastrimin e teksteve të vetë. Pra ato që mendonte, pala greke, se ishin të tepërta, ishin stereotipe, ishin nxitëse, ishin ofenduese, do thosha për historinë e një vendi fëmijë, dhe nuk e ka bërë vetëm me pjesën që i takon pjesës historisë Shqipërisë dhe marrëdhënie mes dy vendeve, por edhe me Turqinë, edhe me Bullgarinë dhe me shtetet. Po këtë ka bërë në marrëveshje me shtetet e tjera apo e ka bërë në mënyrë të njëjtëshme, e ka bërë vetë? Çka ka menduar ajo që është e tepërt? Pra, nga ana morale, Greqia mendon që duke e marrë vetë si iniciativë, duke pastruar tekstet e veta, se nëse nuk janë në rregull, nuk mund të kërkosh nga fqinji jot, të bëjë një diçka që të se ke bërë vetë, dhe është në fazën që i propozon palës shqiptare të ulen me dy komisione, jo komisioni grek të ndërri të pjesa e teksteve shqiptare, po vetë pjesa shqiptare, si edhe komisioni grek, të bëjnë një listim të fusin listën e zezë, them terma dhe artikulacione dhe interpretime të historisë klasave 8 vjeçare dhe të geografisë, që pothuajse për mua është më tepër histori, e lexova këto ditë domosdoshmë dhe pash domosdoshmë që ishte më tepër demagogji historike, geografia. Unë në kohën time nuk kam parë një gjeografi kajtë mënyra si shpjegoj çamëria. Kemi ndonjë problem me këtë? Nëse do t'i marrim një nga një. Jo, i marrim se po mbaron emisionin. Të mos provokojmë njëri tjetrin tani të futem problemet e veçanta. Marrim çamërin. Mos kujtoni se unë jam antar i komisionit. Gjatë brigjeve lindore të detit jon. Jemi në rregull këtu? Nuk jam antar i komisionit. Jo. Shini antar i komisionit. Nga lumi i Pllavës dhe lugina e Butrindit në veri, deri në Gjirin e Artës në jug, ndërsa në lindje shtrije deri në luginën e lumit të Artës dhe grupën e madhe të Janinës. Ka ndonjë problem? Nuk do jem unë ai që do vendos që është shkruar drejt ose nuk është shkruar drejt. Se pas asaj ka plot të tjera stereotipe, që flitet për toka shqiptare në një vend të huaj, ka shumë gjëra, ka që në historinë e Pirit ose të Piros, ka shumë gjëra që historianët nuk janë dakord. Pra këtu duhet të rregullojmë qasjen. Në qoftë se ne kemi një qasje pozitive për ta parë këtë problemin drejt zgjidhjes, pra për të bërë një ajustim ose modernizim të historisë, se historia vërtet është i takon së djeshme, së shkuarës, por interpretimi i takon edhe së sotshme. Pra se ka ndryshuar shumë ekuilibra, shumë zhvillime pozitive ka, kështu që edhe ajustimi i historisë, siç e kanë bërë vendet evropiane, po të përmendim për shembull Gjermaninë dhe Francën, nëse historianët të dy vendeve do ishin stoik për sa i përket zonave kujt i takon zona Alsace-Lorraine, e shumë përfolur e lufta botërore, atëherë ata nuk do ishin kurrë të bashkarisht në as trumbullari i Bashkimit Evropian, por do ishin dy popull armiq. Se kanë fikur Alsace-Lorraine gjermanët, do e studiojnë. Jo, interpretojnë. Nuk them që... Nuk e kam fikur se deputetët grek thonë termin çamëri të hiqet fare. Berlinit edhe nuk ekziston, është një mur simbolik sot për sot. 25 vjet nga rënia e murit Berlinit, edhe po ta shikosh, Gjermania ka realizuar një klip ku përgjatë murit të Berlinit ka vendosur dhe tullumbazet të ndriçuara natën edhe jep idenë si ishte muri një herë dhe si është sot dhe nuk pati as shansin më të vogël për të eliminuar bashkëpunimin midis qytetarëve. Të presësh një qytet në dysh dhe mos funksionojë. Sot për sot, unë në sensin e bashkëpunimit ndërkufitar, do ta interpretoja në një mënyrë të mësojmë nga e shkuara, fantazmat të së shkuarës t'i mbyllim me një herë brenda 4 mureve të një ekspozite, të një edhe të një seminari, edhe të një bashkëbisedimi midis brezit të asaj kohë. Ta lëm në tekst nërkohë, apo i bëjmë në muze? Tekstin unë jam neutral. Në tekstet e gjeografisë... Shkollor, thoj. Shkollor. Në tekstet e gjeografisë... Në tekstet e gjeografisë të përdoret një terminologjisë që përdoret dhe i Këshilli Evropës neutrale. Dhe me thënë gjërat që janë të shkuarës, po të marrim edhe çështje më të mëdha se çamërisë, është edhe çështja e armenëve, po edhe kështu si
kundërtem e emisionit, po që edhe Vatikani e din dhe e mohon për hir të asaj që quhet bashkëpunimi midis feve. Për shembull, ajo katolike dhe ajo muslimane islam. Prandaj toleranca në këtë sens do të tolerohet edhe në tekste shkollore për të mos ofenduar ose për të mos, si thua, bërë tjetrin në atë formë që ta urrejmë. Në politikën ballkanike kjo ka qenë gjithmonë. Së ta e fjallën video pak më vonë, po zoti Lamen, edhe në prezantimin hyrës që bëm, ju thonit që është e pa precedent një kërkesë e tillë në të drejtën ndërkombëtare. Po, edhe si thua fqinjët, Italia ka një problem me ish Jugosllavin, sot me Sloveninë dhe me Kroacinë, është me thirrje të tilla Italisë ose apo Italia, Slovenisë apo Kroacisë, nuk ka pasur, si thua, atë anën morale t'ja bëj, po e kanë organizuar nëpërmjet këtyre shfaqjeve, teatrove në Trieste, unë kam bërë vetë në Trieste, nëpërmjet ekspozitave që organizohet së bashku me atë temën e fqinjësisë së mirë. Por historia mbetet histori me një valencë jo agresive, por një valencë neutrale. I përket të shkuarës dhe një fantazëm nuk ka pse të risidhet në jetë për të bërë politikë. Këtë fjalim e bën edhe René de Rougemont në mbledhjen e parë të rajoneve kufitare në Strasburg dhe thotë që gjeografia nuk mund të dhënohet përsëri nga historia dhe çështje të prestigjit etatik, sikurse ndëgjova këtu tash Greqia, sepse është një shtet që ka dhënë shumë Evropës, edhe disa të pabëra që ka bërë duhet i fshehë Shqipëria. Unë nuk jam deri këtu sa kjo të arri, po me një, si thua, grad gjuhësore, jo urrejtje, por objektive. Po të marrim në këtë term, si thua, Komisioni Ndërkombëtar që ka bërë veprimtari kërkimore mbi shkaqjet dhe sjelljen e luftave ballkanike të fqinjve, i di shumë mirë se çfarë janë bërë dhe e tregon dhe kjo kartina, është temë e doktoraturës që unë kam mbrojtur, përsa i përket dhuniveve të gjeografisë, e thënë në terma territore Shqipërisë. Kjo i përket të shkuarës, sot flitet në termat të tjerë, në termat integrimi dhe në terma bashkëpunimi. Tani termat e integrimit e përfshin dhe historinë, besoj, faktet historike që kanë ndodhur. Historia nuk do të jetë, kjo është ajo përjashtimi. Si e ka zgjidhur integrimi? Integrimin e ka zgjidhur përsa i përket formës aktiviteteve në kohën e lirë, për shembull flasim në Trieste. Dhe veçtit italian dën shpërblimin e part-time activity. Historia shkruhet gjithmonë, aktivitetet janë i dashur, po historia, tekstet shkruhen vazhdimisht, historia bëhet gjithmonë. Mos t'ja lëm tani historinë takimeve teatrale, godiun ose muzeve virtual. Muzeve virtual. Ardit përse ta fjalën, profesor. Tani edhe gjermanët dhe francezët e shkruajnë historinë, siç ka qenë, e kanë spastruar nga ato ngarkesat retorika nacionaliste, bashkë nuk ka rënë 100% sigurohet. Por në tekstet gjermane, sot e kësaj dite, flitet, bile nuk thuhet Alsace-Lorena, si thonë francezët, por thuhet Elsace-Lothringen. Kështu vazhdojnë ta quajnë, si quhet ta quajtur. Po mbaron pjesa parë, s'ka fjala akoma. Duhet argumentat e tu. Duhet ta vendos pak në kushtet cilat po flasim, ta bëjmë pak më të qartë për teleshikuesit. Ne po flasim sot në një kohë kur debati brenda vendit tonë është që politika s'duhet merret me tekstet historike. Ne po flasim sot që një politike huaj të merret me tekstet historike të Shqipërisë. Pse e huaj? Komision shqiptar drejta. Shteti grek, e drejta e shtetit grek për të ndërhyrë. Rregullojnë tekstet greke, ne do rregullojmë tekstet tona. E drejta për të ndërhyrë në tekste shkollore nëpërmjet marrëveshjeve ndërshtetërore, asesi nuk ndodh kjo. Ne sot këmbgullim... Jo, nëpërmjet konventave që kemi firmosur, se për të nënshkruar në gjitha dhe du t'i zbatojmë pastaj. Po lutem se nuk ka asnjë konvent, ne duhet të flasim mbi terma konkrete. Po i përmendet zoti Miço, UNESCO-n kë përmendëm? UNESCO është një organizatë ndërkombëtare dhe është organizatë ndërkombëtare që bën fjalë për standardet e librit shkollor. Kur neve jemi antarë të kësaj marrëveshje dhe duhet influencojmë nga kjo marrëveshje. Ajo që ka unë po them është që dhe UNESCO nuk thot asesi që politika shtetërore... Ju flesim për sovranitet të paramundjetës. Politika shtetërore nuk mund të ndërhyjë në tekstet e historisë, ju takon historianëve të shkruajnë histori. Aq më tepër që kjo të jetë një produkt i një marrëveshje ndërkombëtare. Absolutisht ka të bëjë edhe me konceptin e sovraniteti, po nuk duhet të qëndroj aty. Unë do të qëndroj pak dhe ta vendosim pak në nivelin e vetë real bisedën. Për çfarë bëhet fjalë? Bëhet fjalë në mënyrë të qartë për një term që përdoren nga pala greke në tekstet e veta shkollore që është termi vorjo e pirë, dhe që një term i cili... Është ende ky tekst? E kanë ende termin vorjo e pirë? E kanë tekstet e ty shkollore. Asnjë nga këto që folën nuk e kanë parasysh që ai ka tekst i ri.
Dhe Teksti i ri në Greqi e ka apo jo? E ka? Nuk e di, do thonë zotërin t'i ka. Ju lutem ta përfundoj dhe për historinë e Çamërisë dhe për genocidin ndaj shqiptarëve të Çamërisë që ka ndodhur në Greqi. Duhet të theksojmë dhe të qartësojmë një moment shumë të thjeshtë historik, që ndërkohë që termi Vorju e Pirë është një term irredentist, i krijuar në vitin 1913, që nënkupton atë pjesë të territorit gjeografik të Epirit, pse jo, që mbetin territorin shqiptar, pra bëhet fjalë për një term i cili është krijuar nga politika greke me qëllim irredentizmin ndaj Shqipërisë, nuk mund të thuhet e njëjta gjë për Çamërinë. Çamëria si term është një term i cili ka qenë ekzistent përpara pavarësisë së Shqipërisë, një term i cili është përdorur nga shteti grek dhe unë mund t'ju sjell dokumente të shumta greke që përdorin termin e Çamërisë. Është një dokument i vitit 1914 që thot Departamenti i Çamërisë, më falni, Diamerismatis Çamurias për grekët që e din, dokument zyrtar i guvernatorit të përgjithshëm të Epirit drejtuar kryeministrit grek Venizelos. Është një dokument tjetër që thot sërish kisha nderin që të shkoja në Çamëri, en Çamuria, për gjithë ata që din greqisht. Pranohet nga historia greke. Tu pranë kemi të bëjmë një debat artificial. Zona e Çamërisë, Çamërisë është. Sepse debati lindi nga dy deputet të cilët filluan dhe të kërkonin heqjen e një termi i cili është një term ekzistent, i gjithë pranuar dhe mbi gjitha i pranuar nga pala greke. Nëse ka hapësirë që historianët, dhe theksoj dhe njerë, nuk ka asnjë komision shtetëror që të mund të ndryshojë historinë. Ta gjejmë pak videon, lutem. Që historianët të ndryshojnë terminologji të cilat mund të jenë irredentiste, mund të jenë të egzageruara, mund të jenë kundër ideve të bashkëpunimit dhe të bashkëekzistencës mes vendeve, atëherë kjo është në vullnetin e historianëve. Në momentin që ndërhyjnë në këtë mes politika, aq më tepër një politike huaj, kemi të bëjmë me një presion diplomatik dhe me luajtje në disa levave që nuk kanë të bëjnë më me historinë. Që produkti final nuk ka për të qenë një produkt i historianëve, por ka për të qenë një produkt i imponimit të më të fortin ndaj më të dobtit. Kemi parë shumë raste të tilla dhe gjatë historisë sonë, dhe gjatë historisë së këtyre 23 viteve, mos them edhe të viteve të fundit, ku imponimi më të fortit ka prodhuar rezultate të cilat janë në dëm të Shqipërisë. Më lejoni të dhe një gjë të fundit, sepse është e rëndësishme ta themi. Ju përmendët disa momente nga teksti i gjeografisë. Që kanë përbërë shqetësim, po, për palën greke. Ato terma çfarë thoshin? Thoshin trevat shqiptare në Republikën e Greqisë. Nëse juve ju duket irredentiste kur përmendet që ato janë pjesë e Republikës së Greqisë sot, atëherë ma thoni dhe mua. Termi shqiptar nuk kupton vetëm termin shtetëror, nuk kupton vetëm rivendikimin territorial, nuk kupton një kulturë, një histori, një ekzistencë. Tani, çfarë mund të themi kur vetë grekët pranojnë, autoritetet lokale greke në historinë e tyre pranojnë se në Çamëri shumica tërmuese e popullsisë ka qenë shqiptare. Po ju them një dokument, i cili është dokument zyrtar grek sërish, që flet për 104 fshatra shqiptare në zonën e Çamërisë. Apo jo? Ku ti drejtohesh? Palës greke apo mua? Jo, zotit Miço thash. Nuk e di nëse merr përsipër flasën edhe për palën greke. Unë këtu përtheksoj veten time, sigurisht në një kontekst evropian. Unë jam edhe në shtellës evropian, duke qenë në shtellës grek, dhe prandaj thash për qasje në fillim. Zoti Bido, si? Nuk është evropian jemi gjithë. Evropian jemi të gjithë, por unë jam në kufive të një shteti, jemi shteti me kufi. Me gjithë atje do shkojnë të gjithë tek Evropa. Pra, unë prandaj thash qasjen. Pra, o do fokusohemi te libri shkollor dhe për historinë, se kushdo në Shqipëri ka nevojë ta mësoj Shqipërinë, ta mësoj historinë, dhe historia të shkruhet. Ne kemi hapur një debat për rishkrimin e historisë, që pjesë e kësaj, dhe në kontekst kësaj, është dhe libri shkollor, i cili thash që në fillim i adresohet një auditorit të caktuar, një moshe të caktuar që janë të rinjt, të cilët nuk mund të rriten me aftësi luftënxitëse ose me armiqësi ndaj popullit fqinj, duke parë ka luftënxitje treva shqiptare në Republikën e Shqipërisë. Ku është lufta këtu? Ka, dëgjoj tani, ne nuk mund të futemi në gjithë pjesët e historisë, ka pjesë të historisë që në kohën e Turqisë, në kohën e sundimit otoman, shkruan historia dhe gjeografia shqiptare. I kam të shënuar këtu, do zgjatemi pafundësisht. Pra, e nxjerr Greqinë, që thot, pushtoi dhe Thesalin, pushtoi dhe pjesët e Epirit. Pra, kush ishte pushtues? Ishte
Perandoria otomane pushtuse apo Greqia i cilat shliron të pjesët e pushtuara. Pra, ka shumë pjesë të tilla, të cilat unë nuk mund të referojmë, të thuash që Greqia është shtet që ka bërë 3 genocide, është shumë e rëndë që ta mësoj një djalë i cili mëson se si popullsia greke, se historia o do shkruat e vërteta. Edhe nëse ka ndodhur. Se në qofë se të shkruat, në qofë se ka ndodhur. Por, ka ndodhur, jo në qofë se. Edhe në qofë se ka ndodhur. Në qofë se ka ndodhur. Është çështje prestigji. Që qemerit janë djekur dhe janë vrarë dhe janë prerë. Ka ndodhur, nuk është se. Mos vallë nga pjesa tjetër, qemerit të cilit ishin bashkëpunëtorë të okupatorit italian dhe gjerman, nuk kanë vrarë popullsi greke. Shkruhet dikun të kjo? Nuk shkruhet. Po këto janë prave. Pra, në qofë se do shkruhet e vërteta. Shkruhet në tekst që ta qamët u morën, u vranë, u torturuan, u persekutuan, po edhe bashkëpunuan. Ju kam guri që patjetër të shkruhet. Unë jam që ca gjëra duhen hequr, duhen adjustuar. Se nga momenti që ka krime dhe një pari e çamërisë që e pranojnë dhe përfaqësuesit e organizatës Çamëria ka bashkëpunuar, e thotë historia. Historia jonë thotë që paria Çame ka bashkëpunuar me fashistët në emër të Shqipërisë së Madhe. Që të paktën në këtë emision s'ka kuptim të bëhen. Po të bashkëpunosh do të thotë që çfarë? Që ti të thiesh frontin e çlirimit grek me komunistët, të spionosh dhe të bësh veprime. Një pjesë e bërin në domo të justifikohet gjithë policia. Jo, mos hyr aty se. Në teorinë më shoviniste greke të cilat na thon zoti më shortuta, nuk ka kuptim të futet në këtë histori. Ka 3 zgjidhje. Zgjidhja e parë është që secili do ri me historinë e vet, do formoj historinë. Ose do ta integrojmë me njëri tjetrin dhe do ndahet, pra do ta shikoj si vend armik, një vend që është miksor, siç është Greqia. Ose do t'i ajustoj këto gjëra, do gjej një emërus të përbashkët, më kupton, ka disa zgjidhje. Pranimi disa eventeve historike. Dhe të pranoj që në kushtet e reja të integrimit, në kushtet e reja të një miksie, mund të ajustojnë tekstet të cilat përbëjnë problem që nxënësit e shkollave 8 vjeçare. 60 sekonda publicitet. Kanë kohë ta mësojnë historinë e shkruar, kanë pjesë të komentojnë, mund të lexojnë libra jashtëkollor për këtë gjë, ta zgjerojnë, pra nuk ngelen të vakut ose të mangët nga formimi historik dhe i dërgjegjes së tyre historike. Mos u largoni. Po diskutojmë për tekstet shkollore midis Greqisë, Shqipërisë, problemet që ka gjeografia, profesor Zhduka. Më thuaj. Sigurisht që nuk do të hyj në problemet të gjeografisë, sepse nuk jam vetë gjeografe, jam historiane. Por pa dashur të hyjmë në terma konkret, sepse paneli jonë është dhe panel historianës dhe në terma konkret mund të hynim nëse do të kishim dhe perspektivën greke këtu kashi, jo të komentonim atë që ka thënë një politikan grek, që s'ka lidhje me një debat profesionistësh. Ai më tepër një deklarat pak jo vetëm mendimi një politikani, por që vinte pak si urdhër në drejtim të palës tjetër. Gjë që nuk do të isha ashtu si kundër thash të fillim, kurse si dakord që deklaratat të tilla të bënin dhe politikanët shqiptar në drejtim të fqinjve. Ashtu si kundër totalisht mendoj që ka ardhur koha, sepse jetojmë në Ballkanin e 14-s, kur ka shumë hapësira për bashkëpunim. Ne s'kemi pse edhe nëpërmjet mësimdhënies historisë, që është një çështje që nuk e ka ngritur shqiptarët, e ka ngritur para nesh, ashtu si kundër përmend Franca me Anglinë, gjërësisht sot Koreja, Kina dhe Japonia që kanë problemet tona dhe kanë krijuar dhe ata komisione për të diskutuar këto çështje dhe kur diskutojnë ngritja e komisioneve dhe rrahja e mendimeve për t'i pastruar tekstet, kurse si asnjëri nga ne që mund t'jetë ose jo pjesë e komisionit, nuk mendon që do tjetërsohet historia. Historia do të shkruhet ashtu si kundër ka ndodhur, si për palën shqiptare, ashtu dhe për palën greke. Ka momente, jam e bindur që ka fraza stereotipe të cilat mund t'i iqim pa dëmtuar për shkrimin e historisë, si për ne ashtu dhe për palën greke. Ka doza urrejtje të cilat totalisht mund pastrojnë nga historianët. Po përsëri mendoj, kjo gjë nuk mund të bëhet me urdhër të politikës, sepse nuk mund të bëhet se nuk bëhet dot. Greqia, ashtu si kundër thash, ka një ligj ndryshe nga ne në raport me prodhimin dhe distribucionin e tekstit. Në qoftë se grekët kanë një tekst monopol dhe ku politika mund të ndryjë ndoshta më kollaj ke ekipin që përzgjedh në prodhimin e tekstit dhe t'i thotë ishni këtë frazë dhe fusni këtë, në Shqipëri kjo nuk mund të ndodhë, sepse tekst historisë nuk është tekst monopol. Nuk e prodhon dhe nuk e shpërndan Ministria e Arsimit. Ministria e Arsimit sigurisht ka përgjegjësi dhe aprovon kurrikulën, pastaj tekstet i prodhojnë shoqëritë botuese, shtëpitë
botuese, dhe nuk prodhohet vetëm një, ashtu si kundër dihet, prodhohen 5-6 tekste, dhe duhet të qarkulloj tekstet më të mira, duke parë edhe nga kjo perspektivë, se nuk është perspektivë dhe kërkesë e grekëve, po është perspektivë europiane. Dhe detyrat e shtëpisë, secili nga ne duhet t'i bëj mirë në mënyrë që të edukojmë një brez të ri që t'i shërbej paqes dhe jo konflikteve, pa tjetërsuar historinë tonë kombëtare. Okej. Profesor Gjuvici, i kam dhënë fjalën. Ju dha dy inserte, dy shembuj. Dy shembuj. Kam dhe një të tretë, po s'pas kemi kohë ta japim. Po, vazhdojmë me këto që Po dhe unë kam që pa fund, por nuk... Mua më pëlqeu i pari, sepse jepte informacion të karakterit enciklopedik, të ftohtë, të dhënat, kushtrijet, popullsia, edhe një histori të shkurtër të Çamërisë, ku natyrisht kanë zënë vendin e tyre edhe përpjekjet dhe realizimi i spastrimit etnik, që në 44-45 ndihet. Pjesa tjetër, i dhat një insert tjetër, i cili fliste për trevat shqiptare. Dytë para ka qenë shkëmbime, të popullsisë që Zoti Gjufi e di. Qofshin shkëmbimet për të vajtur në Turqi ose në Shqipëri, këmbimi quhet genocid? Jo, është spastrim e Traktati Lozanës ishte tjetër gjë. Ajo që tentativë dhe trysni për asimilim, ë? Si ishte genocid, po si ishte dhe shkëmbim i thjeshtë vazhdimsi. Pastaj presim lutem. Atëre, Thoma, ajo e 23-24 që një tentativë perfide për të dëbuar paqësisht çamët si turq për t'i çuar në Turqi. Dhe ishte marrëveshje qeverisë greke me perandorin otomane. Nuk bënte fjalë për shqiptarë. Perandoria turqit u distancuan. Ata deklaruan jeni shqiptar. Dëgjoj tani, vetë qeveria vetë Venizelos e pranoi Hilen, edhe tha janë shqiptar. Nga perspektiva jonë dhe nga perspektiva greke. Ajo që më pëlqeu mua nga inserti, nga tekstet tona, që e dyta, që thoshte trojet shqiptare dhe kosturi, Grebeneja, Florina, e këtu kam shumë gjëra për thënë, po nuk po them. Megjithatë po vazhdoj në sens autokritik. Çfarë gjën ke tekstet tona? Gjën dhe gjëra që nuk kanë bëjnë shumë me përmbajtjen e shtërmbëruar, po me atë retorikën që thamë, të ndezur, nacionaliste, dhe që kanë shpërthyer me futjen e këtij alterteksit, se përndryshe nuk do kalonin gjëra të tilla. Për shembull, në qoftë se më lejoni të them disa në libër thonë paramithi për një orë u grin me plumba, u coptuan me spata, me hanxhar, me thika e bajoneta, është tekst i klasës 12, ju flitet studentëve, nuk ju flitet dhe nxënësve të klasës së 4. Me spata, hanxhara, thike, bajoneta, 70 krerë çam. Fuat Pronje Subidio u kjo nuk lidhet me atë tekstin, kjo lidhet me atë grup historianës që kanë hartuar tekstin. Dhe këtë Ministria e Arsimit që ka komisionin, sigurisht që ka të drejtën për ta vlerësuar. Do më lejosh të lutem, edhe unë të dëgjoja të ndryrë asnjëherë. Dhe plot gjëra, në Shqipëri, thot, gjaksit, pabesit dhe mjerimet nuk do ndashin shqiptarë, se ka dhe gabime që kanë të bëjnë me ne, nuk grekve ju bëhet qefi. Se kanë vërë po. Nuk ju ndanë shqiptarëve qama as brënda kufirit Shqipëris, vëndit që ata i kishin kushtuar tërë që ka vare i prej tyre, hajde mere vesh se shdo të thot. Qamët e ardhur në Shqipëri nuk i priste ndonjë fat më i mirë, e di kushtot, po letrini në Greqi. Këto janë të ose nonsense, klasën e 12, altertekse. Të një prej libri që që. Të një autorit, a themi. Dhe do njerë sjellët e shtetit komunist mund të krahasohen dhe me përndjekjet e Asfalis dhe Korofillakëve grek. Pra, përndjekjet e shtetit komunist, na çame i krahason me ato i bëri zerva, që nuk qëndrojnë. Duke thënë këtë, pra ka gjëra për të rregulluar, realisht në tekstet tona, dhe këto e kam thënë gjithmonë, gjëra të tilla që s'kan. Më fali, po tekstet greke kanë gjëra që nuk qëndrojnë fare. Po them vetëm një nga ato tekstet i cili duhet ishte pa në vitin 2005 kur u bërë ky komisioni. Dhe është një zonjë, është një profesore shumë e shquar, Maria Nistazopoulou Pelekidhu, e cila shkruan tekste, merr pjesë gjithë kongresën ndërkombëtar. Çfarë thotë ajo? Shqiptarët, një popull i egër, erdhin në shekullin e 8. Dhe u vendos në Shqipërinë e Veriut. Populli i egër, u vendos Shqipërinë e Veriut. Në shekullin e 14... Jegër në kuptimin barbar, çat fjalë përdor? Jo, jegër, okay. Barbar është jo grek. Jegër është jegër. Dhe në shekullin e 14 u hodhe në jug të Shkumbinit, thot. Dhe aty u përzihen me grekë, se në jug të Shkumbinit kishte grek sipas kësaj zonjës, dhe u helenizuan. Dhe si rezultat, thot, sot
që nga Himara e deri në Presp kemi popullsi greke, thot kjo zonja. Dhe thot, Kështu e mësojnë janë 250.000 grek, thot. Mirë po, përfaqësuesit e minoritetit grek në Moskë në vitin 1991, thot, deklaruan që janë 300.000. I referohet, si të them, përfaqësuesit minoritet, e merrshi një të dhënë shkencore, kjo shkencëtarja, edhe thot, qa them unë, qa mund të them dhe unë, për shembull në një konferencë që janë 700 milion shqiptar, edhe ajo e merr dhe i referohet kësaj të dhëne. E plot të tjera ka dhe për ju, edhe për BB1, ka dhe për parti, shi që thot për partin tuaj, partia PBD1, thot, është parti jo, e thjesht e minoritetit grek, po e të gjithë ortodoksve të Shqipërisë, të kjo zonja. Në qofë se do t'i lem tekstet në skajone më vete, kështu si që janë? Të lutem, edhe e mbyll. 300.000 grek në një kohë që Greqia në vitin 1921 në konferencën e paqes ka hedhur poshtë pretendimet e qeverisë shqiptare që thosh ka 16.000 grek, minoritar grek në Shqipëri, duke thënë janë 35.000. 35.000, po kanë shkuar 300.000 tani pretendimet. Hajde, mere vesh këtë histori. Pra, ka shumë gjëra përmbajtësore dhe Vorjo e Pirë, thash, çështja Vorjo e Pirote, Vorjo e Pirë, si që tha dhe parafolqi, Vorjo e Pirë ka lindur, është një fjalë politike, është një terminologji politike, lindur 1913 nuk e gjen asnjëherë. Asnjëherë nuk e gjen para 13-s. Jo, do thosha që unë jam dakord me Gjufin, se unë i kam parë tekste greke dhe ndoshta kanë dhe më shumë gjëra si që këthozoj Gjufi, ashtu si kanë dhe tekste shqiptare. Unë kam parë tekste të vitit 2000, nuk kem prapë. I kanë ndryshuar tekstet greke. Me qënë se tekstet janë në këtë gjëndje, atëre sigurisht që e shoh shumë pozitive, kime komisioneve, dhe të debatojnë komisionet ekspertë për të gjitha këto probleme që kanë tekstet. Se në qofë do t'i lejmë tekstet të funksionojnë kështu, sigurisht që do të edukojmë një rini që kurse si nuk do t'i kontribojë bashkëpunimit. Atë do e thëj që dhe tekstet tona dhe tekstet e tyre, po me një kolorit një qikë, ndryshe, sigurisht, komisionet t'jenë sigurisht ekspertës dhe sigurisht jo ta drejtojnë politika. Absolut. Mos të ndjerim debatin akademik si kur do lindi me këtë komision. Debati akademik jo vetëm e Shqipërisë dhe Greqisë për historinë, po kur çdo individ debatin akademik, çdo individ I cili merret me këtë fushë, debatin akademik e bën për konferenca, në për simpoziume, ku gjenden nga vende të ndryshme individ të cilët mund të flasin. Ne nuk po flasim as për pjesën tjetër, që tekstet kanë nevojë të rishikohen. Tekstet nuk kanë të nevojë të rishikohen për ato që vetëm për ato që lexoi zoti Xhufi, por kanë nevojë të rishikohen në mënyrë të vazhdueshme, sikurse janë I parë dhe do të shihen në mënyrë të vazhdueshme. Por asesi kjo nuk mund të bëhet me imponim të huaj. Nuk ka asnjë komision shtetëror që të mund të vendosi mbi vendosjen apo heqjen e termit çamëri. Kjo është më absurdja, po akoma më shumë që të mund të vendosi në pikpyetje nëse ka pasur genocid ndaj shqiptarëve të çamërisë. Historiografia shqiptare e ka trajtuar këtë çështje në mënyrë të gjerë, të vazhdueshme dhe është absurde akoma dhe të bisedohet se mund që për shkak të interesave diplomatike shtetërore apo të prestigjit, siç tha zoti Leka, të një shteti të huaj, ne të mund të hyjmë në një diskutim mbi këtë pikë. Ne mund të hyjmë në diskutim për të hequr tonet emocionale në tekstet shkollore, termat negativiste ndaj tjetrit, po fakti historik, më falni ta përfundoj, fakti historik, sidomos ndaj shqiptarëve të çamërisë që kanë pësuar genocid, që kanë qenë pjesë e batalioneve të Elasit Alidemit, të Lançit të Çamëria, sepse zoti Miço hodhi një broshkull pak më parë. Pra, kanë qenë pjesë e luftës antifashiste, batalioni Alidemi e Lasit, batalioni në ndryshim nga zerva si ka bashkëpunuar edhe me Gjermanët, po gjithsesi kjo nuk është një debat që mund ta bëjë një qytetar, një dy shtetas me një qytetar vetëm shqiptar. Le ta bëjnë historianët këtë pjesë, kështu që nuk ka pikë diskutimi se kjo gjë mund edhe të debatohet. Çamëria në kuptimin që është në ato tekste, pra shqiptarën kuptimin etnik e pranojnë vetë grekët dhe ne shumë mirë do bënim të nxirrim dhe këtë dokumentin grek që e pranon, që thotë në Çamëri ka pas 104 fshatra shqiptare dhe vetëm pak fshatra greke. Ta nxjerrim edhe këtë dokument.
që themi që dhe Greqia e pranon në këtë Ta bën këtë tekstet greke, thua. Edhe të tekstet greke dhe të tekstet shqiptare. Dhe këto komisione duhet bisedojnë që çështja çame, që çamëria të integrohet, sikurse dhe historia e minoritetit grek në Shqipëri, pse jo të gjej vendin e vet, sikurse ka gjetur të pasqyruar në qofse do të jepsha si thua esencën e të trajtimit grafik, pa edhe në esencën e trajtimit gjeografik. Ndodhemi në dy zona periferike të ish Perandorezisë Otomane, po gjatë shkrirjes së Perandorezisë Otomane normalisht ndodhemi aktualisht në dy periferi të sistemet Greqi-Shqipëri. Dhe këto aktrite, këto friksione, normalisht gjeografia politike i shpjegon, por gjeografia e integrimit do t'i shpjegoj në terma më shumë akademik se sa politik. Unë jam në këtij pareri, Këshilli i Evropës ka instrument të integrimit dhe të zgjerimit. Dhe jo rastësisht ka programuar ka më shumë se 30 vjetë, duke filluar nga Alsasa dhe Lorena, bashkëpunimi ndërkufitar. Pikërisht nga ato dy rajone ku konfliktet të kësaj natyre që ne po diskutojmë, kanë qenë shekullore dhe i ka zgjidhur dhe i ka t'i kaluar. Kështu që sot po të flas në atë sensin më të përditshëm, të jetës përditshme, sa më shumë njohuri, dije për të trajtuar problemet, sa më pak politizim ose polarizim, të përdore këtë temë, ne do kishim më shumë vlerësuar të integrimit. Po e bën këtë thirrje në një ditë që vetëm fakti që ishte kryeministri dhe kryetari i opozitës ngjitur në një tavolinë ishte lajm i madh në gjitha mediat. Shenja D. Kur flasim për polarizim, flasim jemi pak në problematikë të drejtë. Duke ju referuar përsëri projektit gjermano-francez dhe komenteve për projektin, komentet kryesore thuen se projekti ishte rezultativ sepse mbështeti totalisht jo vetëm politika e mbështeti, po nuk e drejtoj, po e mbështeti shoqëria civile. Dhe duke qenë se në Francë dhe në Gjermani funksionon alter teksti dhe veç projektit të përbashkët që bën historianët francezë dhe gjerman kishte edhe tekste të tjera, shoqëria civile loboi fuqishëm që mësuesit të zgjidhnin tekstin e prodhuar nga mësuesët gjermano-francez, duke menduar se ky tekst ishte shkruar me doza që e pranonte më shumë integrim, perspektiva europiane ishte më prezente se sa perspektiva e nacionalizmit ekstrem që dëmtonte integrimin e Francës dhe të por kene akoma shoqëria civile, ne vetë, politika, nuk është në nivelin e asaj gjermano-franceze. Gjithçka nuk mund të bëhet me urdhër, as nga ata, as nga ne. Por, unë e shoh një hap pozitiv, krijimin e komisioneve, për të diskutuar për çështje, të cilat mund të pastrojnë në fillim, por çështjet e tjera... E kuptoj. Gjufi dhe pastaj me që kemi qytetar europian do ta mbyll me ty në fund. Me që kemi qytetar europian do ta mbyll me ty. E kam profesor Gjufi. Historia. Çështjet nuk janë fshehur. Vetëm një frazë kisha lidhur me shembullin franko-gjerman. Është problemi Alsas, ai ka qenë problemi gangren në 200 vjet të fundit në historinë e këtyre dy vendeve. Çfarë shkruajnë sot tekstet gjermane për Alsas-Lorenin, që e pushtoi, e mori Bismarcku në vitin 1871, por çfarë thonë? Thonë që popullsia vendese, megjithse ishte gjermane, nuk i mirëpriti gjermanët. Përkundrazi, ngriti krye. Tani unë çfarë pres, për shembull nga historiografia greke, ose me këto tekste. Të thonë këtë gjë që e ka thënë dhe mbreti Konstantin në vitin 1917, që kur u bë kjo qeveria e Vori Epirit në vitin 1914, apo jo, që në tekstet e gjënë si kur gjithë popullsia, jo vetëm minoritare, por edhe ortodokse u bashkua, vetë mbreti i thoshte që minoritarët grek nuk u bashkuan me këtë, dhe ata që e bën ishin ushtarë grek të veshur me veshje civile. E thot vetë mbreti, këtë nuk e bëjnë tekstet kjo duhet, me fjalë duhet të them, të thuhet e vërteta historike, Xhanëm. Po, tham të vërtetën historike, jemi në rregull, jemi në rregull. Të thuhet e vërteta historike, atë ku e la Gjufi. Jam sigurisht do të thosha i kënaqur në kuptimin e saj që të gjithë somos shembull që do të ripar, pra duhet të rishikuar teksti. Nga të dy krahat, pra edhe tekstet greke edhe tekstet shqiptare. Pra, unë do të thosha që duhet të kalojmë tek koncepti historisë institucionale. Pra, alter teksti, e tha zonja Duka, është përgjegjësi e madhe. Ne nuk e kemi atë përgjegjësi, nuk kemi atë fazë që të shkruajmë një alter tekst dhe ky të jetë, domethënë, i gatshëm për të ja servirur nxënësve. Pjesa tjetër është që nga momenti që shkruhet libri i historisë ose gjeografisë, mbaron pronësia e autorit dhe e botuesit. Ajo është pronë publike.
Pra, përgjegjësia është akoma më madhe. Për arsye se duke referuar një filozofi, Fero, në 92 ka shkruar, ikona që kemi në për popujt e tjerë, si dhe për vetën tonë, ka lidhje me historinë që na kanë mësuar kur ishim të rinj. Pra, imagjino se sa e madhe është përgjegjësia e atyre që botojnë një tekst, e servirin klasave dhe thot që historia ndikon krejtësisht në qëndrimin tonë miqësor ose armiqësor ndaj popujve të tjerë. Ju falenderoj që ishit, nuk duhet ta mbyll. Me tekstet e historisë dhe geografisë, përgatisim armatën e madhe të rinjve, të cilët do jenë armiqësor ndaj fëmijëve, sepse ata fëmijët me shkrimin e historisë jo nacionale, po nacionaliste, ka fokus jo të vlerat brenda vendit, po fokusohet të armit jashtë vendit të cilët e kanë coptuar, nuk e ka lënë që të ndërtoj historinë dhe ka konceptin e zgjerimit, si të thuash, si përfaqësor ose në teren, se sa ngritjen cilësore që është sot evidentuar në gjitha shtetet evropiane që paka shumë bëhet rritja kualitative, cilësia, se sa përpjekja për të zgjeruar në territore, joja të pushtuara ose të aneksuara. Më vjen shumë mirë që në ndryshim nga një debat shterp, le ta themi publik që ka ndodhur ditët e fundit, këtu të 5 tram dakord, përfshije edhe zotin Miço që i takon të dyja shteteve, që shamëria, historia e saj nuk ka se si të shqen nga tekstet shqiptare, madje duhet kërkohet edhe të përfshihet në tekstet greke, sepse është një histori e përbashkët. E mbyllëm pozitivisht panelin. Faleminderit të profesor Xhufi, Toma Miço, Valentina Duka, Ardit Bido dhe Arjan Lame për këtë debat që me siguri do të vazhdoj të bëhet dhe mirë është të bëhet me tonet qeta, që secili të gjej vendin e vet në histori, në fakte, në gjeografi dhe mundësisht me tonet qeta dhe me respekt për njëri tjetrin, sepse në fundit si sta zoti Miço, duhet shkojmë në Bashkimin Evropian apo jo. Dhe kështu shkohet duke bashkëpunuar dhe duke mirë kuptuar njëri tjetrin. Faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.